آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو Këto janë disa pamje reale të para disa orësh, po themi, kur u godit televizioni shtetëror iranian dhe zonja që po jepte lajmet apo komunikon me publikun, u gjend live pra drejt për drejt në bombardimin e aviacionit izraelit. Zoti Kokamani, ju thatë që, po themi, sa më shumë ka bombardime, sa më shumë ka luft, aq më shumë mund të inkuadrojmë që më mirë, ose se më duket shumë poshtë. Bëj një manovrim, bëj një gjetje geniale, Kelly, të lutem. Si e gjykon rezistencën? Pra, ty thua që ne kemi, Irani ka rezistencë, e tja, po tani po shohim që ka ngel pa televizion, thuhet që mbrojtja kundërajrore e Iranit është dëmtuar shumë nga bombardimet, pra si thua që Izraeli hyn aty, bombardon çfarë do, me ikën pa dëme, nuk kemi të dhëna për aeroplan izraelit të goditur, pra për një mbrojtje aktive. Po. Atëherë nëse më lejoni, deri tani janë deklaruar në publikun iranian që janë rrëzuar 3 aeroplan F-35 të Amerikës, të Izraelit. Dhe është kapur njëra nga pilotet, dhe është në duart e forcave të gardës. Kjo është para 3 ditësh. Po. Para 3 ditësh. Nuk i kam djegur lajmet se kam qenë i zënë në punë personale. Dhe duhet sqaruar diçka. Mos harrojmë që Irani ka qenë, e themi Persia, ka qenë perandoria më e madhe që ka parë në historia e njerëzimit. Po. Për sa i përket shtrirjes toksore. Pastaj mos harrojmë dhe në kohën e perandorisë osmane, kur ishte superfuqia botërore, le të themi si Amerika sot, ne kemi pasur një shtet Safavit, të udhëhequr nga dinastia Safavite, me besimin shiit, që i bëri ballë perandorisë më të madhe të asaj kohe, që ishte pra perandoria osmane. Dhe ishte një nga kërcënuesit kryesor për ekzistencën e perandorisë osmane. Edhe sot të mos habitemi që kemi një Iran që u bën ballë, sepse nuk kemi të bëjmë me Izraelin, sepse aq para sa i falë Amerika e vetme, Izraelit në rast se do t'i falë të shqiptarëve, ne sot do të ishim më të fuqishëm se sa Izraeli, sepse i kemi kapacitetet edhe individuale më të fuqishëm se Izraelit, qoftë në grup. Është mjaft e ditur. Ma thon drejtën këtu sam dakord me ju, po është mendimi personal ju. Nëse mendimi personal, jo, sigurisht po mendimin tuaj personal ju kam thirrur. Ju kam ftuar dhe ju falenderoj shumë që jeni në lidhje. Të lutem, është kënaqësi mbi gjitha. Po. Po? Po, dhe tani, gjëra tjetër që do të kemi parasysh është sepse flitet shumë në për rrjetet sociale, gjithashtu edhe në media, që Irani po mbahet gjallë nga Rusia dhe nga Kina. Irani është një shtet që ka gati 40 vite nën sanksione, sidomos pas luftës që zhvilloi me Irakun, dhe bëri një luftë me një Irak të Saddam Huseinit që përkrahej nga Bashkimi Sovjetik dhe nga i gjithë perëndimi, dhe bëri vetëm pa armë dhe pa mundësi për të blerë armë, dhe duke përfituar nga këto sanksione të rrepta që kanë ndikuar vetëm pati edhe një, më fal, zoti Kokamani, pati edhe një kosto 1 milion të vdekur ajo luftë, a? Sigurisht lufta e ka kostot. E di po tani. Problemi është se ku jemi. Tani jemi këtu që duke përfituar nga sanksionet. Sanksionet kanë bërë të mundur që Irani të zhvillojë një industri vendase shumë të fuqishme ushtarake. Dhe kjo vihet re mjaft mirë tek raketat që posedon. Dhe jo vetëm të raketat, tek sistemi. Atë bëhet fjalë që sipas të dhënave që të paktën kanë agjencitë specializuara perëndimore, Irani disponon 3000 raketa hipersonike. Në Iran të rezulton kanë raketat thuhet për një shifër 10 milionë. 3000 për dhon vit. Hipersonike, shiko, është deklaratë e Mossadit para një javë. Mossadi përcakton që hipersonike janë 3000, ndërsa raketat të tjera në total e kalojnë shifrën mbi 8500. Pra të tjera 8500, 3000 të tjera janë vetëm hipersonike. Në këtë aspekt. Prodhimi vjetor sipas asaj që kam lexuar është 300 në vit.
Se po t'ishe 3.000 në vit. Atë duhet kemi një gjë parasysh. Prodhimi i Iranit, pra, në 2 vitet e fundit e ka kapërcyer 300. 300 ka qenë më përpara dhe në 2 vitet e fundit prodhimi varion midis 500 dhe 800, sepse kemi këtu raketat të vjetra të cilat po modernizohen, raketat të cilat i ka marrë nga Korea e Veriut janë të vjetra dhe që po i modernizon. Të tëra, pra, në gjithë të, pavarësisht quhet prodhim, kemi modernizim të raketave. Kurse realisht, prodhim të raketave të reja nuk e kalon shifrën prej 150 copëve në vit. Raketat të prodhuara nga zero. Pra të tjerat janë raketat të modernizuara. Është saktë, do të thënë janë 3.000 raketa. Po, 3.000 raketa. Hipersonike. Jo, keni tu dhe më që se ka në hidhë një sy nga CNN nga të, që se ka në një godidhja. Nga këto dje... Kur sta për puna avionëve, pra edhe një gjë, atëre, para 3 ditësh, avioni vetëm i cili janë paraqitur edhe copzat e avionit që kanë rënë, avioni ka rënë midis Tabrizit dhe Kermanshaut, dhe është edhe filmimi kur piloti hidhet me parashut, pra është edhe filmi gjatë kohës që piloti hidhet me parashut, dhe mbeturinat e avionit i përkasin avionit F-16 dhe jo avionit F-35. Pra pavarësisht deklaratave publike të Iranit, të shumë mediave në Iran, të vetmet ato që i paraqesin, pra ato që janë paraqitur si dokumentacion, si prova e paraqitur në terren, pra e pjesëve të avionit janë F-16 dhe jo F-35 dhe është vetëm një. Okej. Misha, zoti Pumo, është e vërtet që Rusia çfarë qëndrimi ka në mediat ruse e para në lidhje me konfliktin, dhe e dyta, ti si gazetar që je, është e vërtet që Rusia vazhdon të respektuat e marrëveshjen që u nënshkrua midis presidentit Putin dhe Pezeshkian, në që sa zgaboj, kështu që dhe presidenti Iran. Peshkani. Si quhet Kokamani, si pronuncimi sakt? Pezeshkian. Pezeshkian. Po, Misha, rini bashk, po. Biles Putini para 2 ditësh, si që thatë dhe ju më parë, foli me presidentin Pezeshkian edhe me Netanyahu, ku në radhë të parë ai do me thënë shprehu mbështetjen e plot të Rusisë për Iranin, për popullin iranian dhe për kauzën e drejtë të Iranit, siç deklaroi Kremlini zyrtar. Nga ana tjetër, ai i transmetoi Bibi Netanyahut që Rusia dënon sulmin izraelit dhe nga ana tjetër e konsideron si domosdoshme ndërprerjen sa më të shpejtë të luftës dhe në uljen në bisedime ku Rusia mund të ofronte ndërmjetësi për të arritur sa më shpejt të mundur paqen. Kto janë ato leitmotivet kryesore të Kremlinit. Shtypi lokal në Moskë, në Rusi, është shumë kategorik dhe është komplet mbështet sigurisht Iranin. Dhe kuptohet që ka dhe lobe hebrej që japin analiza, që mundohen ta zbusin disi atë barbarizm që ka shfaqur Izraeli, sidomos duke bombarduar edhe në sektorin Gaza, mirë po tashti, si që thanë dhe bashkëfolësit më parë, duke mos pritur një përgjigje të adekuate të Iranit, sepse Irani në fund të fundit nuk është as Hezbollah, as Hamasi, po është një shtet 80 milionësh me një fuqi potencial ushtarak të konsiderueshëm, që shanse e Izraelit ndoshta është dhe që ndodhet 1400 kilometra larg. E di çfarë thon, Misha, e di çfarë thon Gojti Këshia, që Rusia është një nga vendet që ka shumë interes ka qeveru të vazhdojë. E di pse? Sepse është vendi i 4 të botës prodhues, një minut. Irani është vendi i 4, mos themi 5, prodhues i gazit dhe i naftës të botë. Pra, djegjet e rafinerive, pamundësia e Iranit nga lufta që të eksportojë naftë dhe gaz, rrit çmimin e naftës dhe gazit dhe kuptohet që gazi dhe nafta ruse shtohet shumë, kuptohet. Jo vetëm ajo. Aty jemi bashkë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra fitim marrësit e luftës tashti kush janë? Janë Rusia vetë sigurisht, Shtetet Bashkuara, Arabia Saudite, Katari, Bahreini, Emiratet, gjithë vendet që kanë, edhe Norvegjia, le ta themi. Por nga ana tjetër, desha të bëj një diçka, do me thënë sot ndoqja me vëmendje një intervistë tjetër të Netanyahut, ku ai deklaroi që neve vram ata fizikantët iranianë sepse ata ishin tamam si shkencëtarët e Hitlerit,
që unë me kënaqësinë më të madhe tha do t'i vrisja dhe vetë, tha Bibi Netanyahu. Do me thënë ai do të vriste edhe von Braun, Werner von Braun, pra, shtyllën kurrizore të kosmonautikës amerikane. Pra, ky, do me thënë, të themi, Izraeli që mbahet si një qenë gjaku i Shtetet Bashkuara të Amerikës, godet pa ligj, pa një sankcion të OKB-s, edhe nuk ndërshkohet dhe tashti është lufta, kjo luftë po kthehet një luftë. E di se për këtë përshkrimin e Izraelit si më kujtohet ka qenë gazetat vjetra të zëri popullit. Si duket nga Rusia kemi pas parë ato. Thoshin tamam. Po, me ngjyra. Jo me ngjyra, po thonin pikërisht që Izraeli është vegla e imperializmit amerikan në lidhje me mesme. Jo, do të thonë nga Rusia kemi marrë, dakor. Misa falenderoj. Në çik se që është Zagari. Mjemi, Zagari, apo Tigri, apo Luani, apo nuk e dim. Sepse, në fakt, të gjitha betejat që ka bërë, 8 luftër ka bërë Izraeli, të 8 ka fituar. Të themi, unë nuk po mbaj qëndrim, po them kronikën. 8 luftëra ka bërë, në historinë e ti nga një viti 1948, nuk ka shtetë që ka fituar 8 luftëra. Mendimin amerikane, mendimin... Me Arabët. Duhet ta përcjellë me Arabët. Me Arabët. Për herë të parë bën me Persët. Për herë të parë bën me Persët. Në shëra parë, 8 luftëra po thevun. Po me Arabët. Me Arabët. Si nuk jam dakord, me Arabët. Okej, Misha, të falenderoj për këtë ndërhyrje. Themi, atë zësharët, të lash gjatë në heshtje. 3.000 raketa supersonike ka në gjendje të deklaruara Irani. Ka analistë ushtarak dhe sigurie si puna juaj që thonë që, ore, edhe mbrojtja kundër aerore është e pajisur me raketa shumë të kushtueshme, pra me raketa anti-raket. Sa ka në gjendje Izraeli? A do të mund të rezistojnë nëse kjo skort, pra kjo sasi për 3.000 raketash, çdo natë nga 100 raketa, 150 raketa rrezikojnë qytetet kryesore të Izraelit? Pikërisht kjo është gjë se Izraeli mund të rezistojë 4-5 ditë edhe me efektin surprizë, por nuk do të rezistojë dot shumë përballë një arsenali tillë. Pra, ke parasysh kemi të bëjmë me një shtet 80-90 milion dhe do jetë vështirë për Izraeli. Izraeli gjithë luftat që i ka zhvilluar për 5-6 ditë. Për ashtu me gazën që e ka aty, 5-6 ditë këtu, pak më shumë ka shku me Libanin, 6 muaj shkoj me Libanin, e majte pasaj. Pra, ideja është që të dy palet, sipas informacioneve që po japin agjencitë e lajm, të dy palet po fusin ndërmjetës për të bërë një armë pushim. Po, me sa duket po diskutohet për modalitetet e armë pushimit. Pra, sepse të dy palet janë të lodhura dhe mendohet që Izraeli në këndvështrimin tim nuk është i përgatitur për një betejë të gjatë. Ka një lajm të fundit që thuhet që Netanyahu ka shprehur, se thuash, një mos dakordësi indirekte dhe direkte me Donald Trump, dhe thotë që ne nuk e ishim nga lista e zezë e eliminimit të udhëheqësin suprem Tiranit Khomeini. Pra të thënë, ose janë duke shkuar drejt atij, ose... Absolutisht është e vërtet, por nuk mund të besoj se do të arrijë, sepse edhe ata kanë shërbim. Shiko, mbaroi befasia. Po din ata se ku është bunkeri. Po nuk besoj se ka një bunker, vetëm një bunker ata që u marrën. Po, dhe edhe diçka tjetër, desha të shtoj, edhe një diçka tjetër, ajo thirrja e kryeministrit Netanyahu për të përmbysur regjimin, më duk shumë bajate, shumë ajo ndikoi më shumë në forcimin e unitetit, e tha dhe zotëria nga Teherani, nga Irani, është afër Teheranit. Dhe edhe nuk është as me logjikat e strategëve ushtarak, domethënë, aq sa njohim, regjimi përmbyset kur shkel kama ushtarit. Kama ushtarit është shumë larg më shkel atje, sepse janë 1300 km larg njëri tjetrit, vetëm nëse do gjejmë metoda tjera izraelitët, po kjo ishte një ndërhyrje, duket është pjesë edhe luftës hibride që bën Izraeli, sepse ka dalë tash princi i dytë, brezi i dytë i Shah Pahlavi që rrin në Itali, që ka dalë, thotë jam gati nëse më kërkon populli të kthehem në pushtet.
është pjesë e dinamikës të luftës psikologjike. Është trashëgimtar legjitim është ai? Po. Ideja ishte për të ngritur një front nga brenda të Iranit që dalet sonte. Nuk i beso kush Netanyahu për të ngritur frontin anti që dalet sonte. Shikoj një sekond, e kanë parë këto vendet e lindjes mesme, e kanë parë se çka ka ndodhur. Iku Asadi, Siria u bë më keq. Iku Saddam Husseini, Iraku s'merret vesh çfarë është. Libani, po ashtu. Do të thënë, kjo është katastrofë tjetër, pastaj nëse nuk merr parasysh se çfarë do ndodhi më pas, e kupton? Ri popullin kundër një elite reaksionare, që mund të jenë vërtet ose reaksionare ose po themi anti-demokratike të tjera, dhe në vend që bëhet më mirë, bëhet më keq. U ngritën libianët se nuk kishin Facebook, tash kanë Facebook, jo Facebook. Ikën gjithë çau bëhet, çka kanë thënë? Ç'është kemi ne? Ato raketat që i thoni ju, raketat dje u tha që 1/3 janë asgjësu. Po, s'ka prova, nuk janë prova. Po 350 i ka hedhë një Izrael. Raketave... Kanë gjenë 2650. Goxha janë godit të bazat raketore dhe lëshuesit e raketore. Irani ka 24 baza raketore, janë goditur vetëm 2. Nga 24 baza raketore, janë goditur vetëm 2 baza raketore. Lëshues të raket, gjithë lëshues të raketave. Baza lëshuesish raket. Atëherë, të gjithë lëshues të raketave që janë goditur, doli që ishin qenë të gjitha falso dekoj që quhen, dhe Irani kishte luajtur këtë. Pra, nuk ishin qenë real lëshuesit. Tash më vim te numri te sasia raketave që Izraeli mund përdori. Izraeli aktualisht ka 2 bateri THAAD, pra kishte një. Dje Amerika ka çuar edhe një bateri THAAD e ka hequr nga baza e Al Udeidit, që kishte në Al Udeid të Katarit, dhe e ka çuar Izraeli dje. Një bateri THAAD ka 36 raketa. Një bateri THAAD. Në këto 3 ditë, bateria THAAD ka harxuar 8 raketa, ajo që ka qenë. Po. Dhe një bateri THAAD po thuaj se pjesërisht u dëmtuar në bazën e levatimit. Më fal, Goxha, një raket shkon kok më kok apo? Jo, për interceptimin do të shojnë 2/1. Pra, Dy raketa tat për një raket nuk ka kështu efekt shrapnin që hapet dhe... Jo, nuk ka të tillë. Dhe kurse një bateri Patrioti ka 24 raketa. Shtetet Bashkuara të Amerikës prodhojnë sot raketa THAAD, pra një projektil, pra raket THAAD, 60 cop në vit arrin të prodhojnë. Jo bateri, po një raket. Pra një bateri ka 36 cop. Sa është kosto e mbi 1 milion? Kosto e një asaj është 1,2 milion dollar. E asaj. Pra kjo është. Dhe një bateri Patrioti ka 24 dhe shtot Shtetet Bashkuara arrin të prodhojnë vetëm 600 raketa Patriot në vit. Dhe këto i duan për hesabet e tyre, një pjesë të madhe për luftën. Pire ka ta që këto patriotët sen ma brillante se shkanë qenë dikur. Ne po flasim për çka ka, nuk ja po flasim për atë që prodhohet. Pra kjo është sasia që prodhohet. Kurse për sa i përket vrasjes së Khameneit, pra Izraeli e ka konceptuar Irani si me qenë një organizat, se si me qenë një shtet. Pra bëri të njëjtën veprim që bëri ndaj Hamasit dhe ndaj Hezbollahut. Organizatat ekzistojnë në mënyrë sektare dhe kanë të vështirë zëvendësimin e personelit komandues, kurse shteti funksionon vertikalisht dhe horizontalisht. Jo, më jep një shpjegim. Ta malloj logjikën se aty brenda ke shpjegimin. Dakor, po, më thuaj. Dhe eliminimi i këtyre komandantëve. Pas 3 orësh pasi u vërtetua, pra u more saktë që këta ishin vrarë, Irani i zëvendësoi me njëherë komandantët dhe ata filluan një kundërpërgjigje më të fortë se 2 kundërpërgjigjet e para. Pra tregoi që eliminimi i rrjetit komandues nuk e ndikon veprimtarinë e një shteti. Jam dakord me ty, jam dakord s'kam polemik për këtë gjë, por sepse ndonjëherë ta komandantët, se këta kishin nga 20 vjet komandanta, 20 vjet. Ishin burokratizuar. Ai shefi i shërbimit sekret të gardës irakene, për shembull ai ishte që nga lufta e Iranit dhe ishte edhe pa këmbë. Nuk ishte të dyja këmbët. Ishin komandanta atrofizuar. 50 vjet. Po të shikohet e fytyrat e tyre, si të atrofizuar nga jeta, s'duket një jetë e mirë që bën ata. Kanë ardhur ata ambiciozët e rinj mbas tyre dhe duket sikur Izraeli ka ndihmuar që të pastrojë elitat e tu s'ka masiv. Ndodh gjithnjë kjo në çfarë lloj lufte. Ndodh gjithmonë. Tani, pyetja ime ishte kjo, dhe është për gjithë. Si ka mundësi që Mossadi i gjeti në gjumë, i vrau në gjumë? Si mund t'i vrasi në gjumë? Është në shërbimet më të suksesshme në botë, pa punuar prej 2 viteve si mas atyre që kemi lexuar ose dëgjuar. Ka arritur që të bëjnë rekrutimet befasishme duke fut student, duke fut të rinj të vendeve kryesisht të Sirisë dhe të Arabisë.
Dhe mund të ketë pasur edhe ndonjë trallti të brendshme. Pra e ka studiu me detaje, se vetë goditja ishte shumë preqise. Dhe goditja ishte shumë e suksesshme. Dhe duke qenë kjo... Po nëse larg qoftë tani, se sta vrasi, larg qoftë themi se është lideri i zgjedhur i vendit vet. Nëse për shembull Mosadi shënjestron dhe azjeson Khomeinin, Trump kishte thënë që e ka paranalu vetë Donald Trump këtë gjë. Tani, sa e vërtet është, unë i besoj Tani Trumpit. sa po lexuam që Netanyahu thotë hoqja nga lista. Është prapë listë zezë. A kjo është diversionet që bëjnë ata vetë? Jo, po unë kam përshtypjen se është duke u vrarë, mos është vrarë, si marrin vesh pas pak minutash që shikoni pak temën e fundit. Nëse goditja e parë në këto nivele, pavarësisht se është fiksuar, nuk është për të nënvlerësuar, se derisa kanë arrit me godita ato nivele, gjithçka mund të bëjnë. Por derisa u paranaluj herë prej Donald Trumpit, ndoshta besoj që nuk do nollin, se ajo do e përshkallëzote këtë situatë, nëse do ndryshonte regjimin. Dakor. Atë, unë duhet të kaloj patjetër me hapsi. Jo, kisha një gjë në fakt që po qarkullon tani ke X-i, nga një gazetar në fakt, i Washington Sea Dispatch, që thotë që raportimet e fundit janë duke konfirmuar që Ayatollah është vrarë. Dhe kjo vjen nga burimet të shumta, thot, në të cilën po pritet në këto momente njoftimi zyrtar nga Po është kjo loja që Izraeli që bën, dhe me një të gjë që bëri në Liban, që u vraj që dilte ta dinin ku është e ta godasin. Patjetër, jo, dua të them diçka që një kosisht, jo, tani në të njëjtën kohë, një kosisht është duke folur Netanyahu, i cili po deklaron dhe po thot nga ana tjetër që Irani ka tentuar 2 herë të vrasi Donald Trump, dhe në një kosisht dhe lajmi nga ana tjetër. Pra që do thot jemi në një paralelizëm komunikativ të kjo strategji. Aktualisht, Khamenei është i vetmi i cili ka ndaluar zhvillimin e armës bërthamore. Dhe është i vetmi i cili ka vënë gishtin mbi i, pikën mbi i për të thënë që jo, nuk që nga 2003, me eliminimin e tij, gjithë ata 3 të tjerët që janë zëvendësuar të tij, pra që nga ata 3 që do zëvendësohet, të 3 kanë qenë i përkasin linjës së ashpër për bombën bërthamore. Prandaj kemi një problem më të madh. Prandaj Trumpi e shef në mënyrë tjetër, kurse një sociopat si Netanyahu e shef në mënyrë tjetër. Prandaj ne kemi të bëjmë me një sociopat. Nëse Netanyahu po bën të pamundurën që ta thrasë Amerikën në luftë direkte, absolutisht do të thotë. Prandaj po përdor çfarë lloji. Njësoj si Mussolini në 40-ën që i tha Hitlerit aman hajde ndihmo. Atëherë, kemi LV Optika Luani, publicitet dhe kthehemi për pjesën e dytë të emisionit. Pas pak.